Në zemër të Prizrenit në sheshin e Shadërvanit, këtë të diel u mblodhën qendra makina të moqme dhe duke i dhënë qytetit një atmosferë të veçantë festive dhe nostalgjike. Ky spektakël klasik nuk i tërhoqi vetëm vendasit, por edhe turistët, të cilët shijuajnë ekspozitën në tinguj të motorëve të kohës së kaluar dhe shkëlqimin e veturave të mirëmbajtura. Adhuruesit e mjeteve të vjetra patën rastin të shohin nga afër më shumë se 100 makina klasike, shumica prej të cilave i përkasin dekadave të të automobilizmit, viteve 60, 70 dhe 80, me targa të personalizuar dhe pronar pasionant që kishin ardhur nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Parada automobilistike sjolle një frymë rajonale bashkëpunimi dhe dashurie për trashëgimin mekanike. Kurioziteti i qytetarëve nuk mungoi shumë, prej tyre jo vetëm që i vrojtonin nga afër këto makina klasike, por edhe pozonin pranë tyre për fotografi të veçanta. Ndër më të veçanta që morën vëmendje ishte një Jeep Amerikan i vitit 1943, i sjellur nga një djalë vetëm 19 vjeçar nga Deçani Erion Syla. Pastaj makina më artistike e njohur me famë botërore Bekim Fehmiut, limuzina Mercedes 600 e njohur si automjeti me të cilën udhëtonte udhëheqësi komunist shqiptar Enver Hoxha. Ky model i rrallë u admirua nga shumë të pranishëm. Festivali i vjetshëm ishte edicioni 20 i Oldtimer Fest, i cili tashmë është bërë një traditë e rëndësishme kulturore në Prizren. Qëllimi i këtij festivali është jo vetëm të promovojnë dashurinë për makinat klasike, por edhe të shndrojnë qytetin në një qendër të ruajtjes dhe ekspozimit të trashëgimisë automobilistike, me synim për të krijuar një muzej të dedikuar makinave klasike në të ardhmen.